Projekt ligji për arsimin e lartë përsëri do të vendoset në ener dhe pas kësaj do të shkojë në procedurë qeveritare, njoftoi Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Sipas saj janë marrë parasysh një numër i madh vërejtjesh, duke pranuar ndryshime si në aspektin teknik ashtu edhe në atë thelbësor. Ndër ndryshimet kryesore përfshihen ulja e kërkesave për numrin e punimeve për magjistraturë dhe doktoratës. Патихме се што сметавме дека е конструктивно, па никаде сме направиле некој пропуст, без оглед дали е номотехнички или малку по-суштински. Што прифативме? Прифативме, например, еден труд помалку за магистериум, еден труд помалку за докторат, скопу за хуманистички и обштествени науки. Ја намаливме банкарската гаранција за приватните процентот. Нови критериуми како што бара за изведување на трет циклус студии поставивме и многу други кои ќе бидат видливи во понеделник. Rektori i Universitetit të Tetovës Jusuf Zejneli për Televizionin 21 deklaroi se vërejtjet kryesore ndaj ligjit i kanë çështje që lidhen me studimet e doktoratës, ku kërkojnë të tërhiqet çështja e rangimit. Ashtu tha se kërkojnë më tepër mjete financiare për hulumtime, por edhe për vende të reja të punës. Pastaj çështja e kufizimit që vetëm 4 universitetet më të ranguara të kenë mundësi të organizojnë studime të doktoraturës, çështja e numrit projekteve pra të harmonizohet. Thoni e cënon autonominë e universitetit, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se faktikisht paraqitet si një organ përmes të cilit pushteti ekzekutiv mund të ashtrohet drejt për drejt ndikimin nëpër institucionet e shkollimit të lartë. Pra nuk është praktike e mirë. Në këtë drejtim çdo universitet ka organet e vet, Këshillin e Rektoratit, Senatit. Për këtë dhe Senati i Universitetit të Tetovës kërkoi tërheqjen e ligjit me qëllim që vërejtjet tona gjithë të merren parasysh për arsye. Versioni i parë i projekt ligjit u tërhoq për ndryshime pasi u kritikua për mungesë të transparencës dhe pjesëmarrjes publike. Çështjet e autonomisë universitare, të financimit dhe përfaqësimit adekuat të grupeve të ndryshme brenda universiteteve. Kritikat e botës akademike, Ministri i Arsimit i pati quajtur kërkesë një grupi të vogël profesorësh.